Sot do të shkojmë në fjalën e Perëndis, në atë seri që ne kam quajtur Jezusi edhe duke u lidhur me shpëtimtarin ton. Edhe sot do të shohim duke i drejtuar syt tek Jezusi, ashtu siç lexuam nga Hebrejt kapitulli 12, gjithë teksti është të ngresh syt, edhe të shikosh të vetmin që është i denjë për të parë, sepse jeta ndryshon kur shikon Jezusin. Jo vetëm për një njeri të rilindur, por edhe për një njeri të pashpëtuar, sepse ai është Perëndia, ai lavdishëm. Po edhe për ne gjithashtu, sepse kur ne shohim Jezusin, Perëndia sjell një transformim të brendshëm brenda nesh, duke na transformuar nga lavdia në lavdi. Po vjen re që Bibla thot duke drejtuar syt, edhe është e rëndësishme drejtimi, sepse në qoftë se ne kemi drejtimin e duhur, ajo që ndodh është ne përfundojmë në destinacionin e duhur. Dhe duhet kuptoni që është drejtimi dhe jo qëllimi që të çon në destinacion. Qëllimi ka peshën e vet, por në qoftë se nuk je drejtuar atje, pavarësisht qëllimit që ke, do përfundosh aty ku je drejtuar, jo aty ku ke qëllim. Ndonjëherë qëllimi nuk shkon me drejtimin, duhet të korrespondojnë së bashku. Për shembull, mund të kesh dëshirë nëse je student të dalësh me nota të mira. Por nëse je drejtuar, çdo ditë duke mos studiuar, është e sigurt që nuk do të dalësh student i mirë. Me gjithë dëshirën e mirë, me gjithë qëllimin e mirë që ke vënë vetes përpara që të dalësh një student i mirë. E njëjta gjë është edhe në qoftë se ke vendosur për shembull të jesh sportist edhe dëshiron të biesh në peshë, edhe ke një qëllim të mirë për atë gjë, por zgjedh të hash 2 kg petulla çdo ditë, që ke vështirë apo jo? Sepse ti je drejtuar drejt diçka tjetër, pavarësisht qëllimit të mirë që ke. Po është edhe njëjta gjë edhe për një të krishterë nga ana frymërore. Nëse dëshiron të kesh një marrëdhënie të mirë me Perëndin, edhe të shëndetshme dhe të rritesh frymërisht, është një dëshirë e mirë, është një qëllim i mirë, por nëse se nuk lexon Biblën, nuk kalon për ditë me baza ditore marrëdhënie me Zotin, nuk mund të përfundosh duke qenë një njeri që po rritet nga ana frymërore me një marrëdhënie me Zotin. Prandaj është shumë e rëndësishme të kuptojmë që drejtimi është çelës. Ose dëshiroj që fëmijët e mi mund të ecin me Perëndin. Dëshiroj që fëmijët e mi të rriten edhe të bëhen shigjata për Zotin. Është një dëshirë e mirë, është një qëllim i mirë. Por nëse të diellave nuk vijnë me fëmijët këtu, por vetë shkojnë në vende të tjera, në vend që të fokusohej gjithë jetën time, familjen time, drejtimin tim tek Perëndia dhe shtëpia e Perëndis, atë nuk do të pres dhe nuk mund të pres që fëmijët në fund të mund të bëhen ashtu siç dëshiroj. Prandaj janë shumë të rëndësishme këto gjëra. Prandaj te Hebrejt 12:2 thotë duke i drejtuar syt te Jezusi. Duke drejtuar syt tek Jezusi, sepse drejtimi është shumë i rëndësishëm në këtë. Është drejtimi që përcakton destinacionin. Nëse je i pashpëtuar, ka një destinacion në zjarr të përjetshëm për shkak të mëkatit, sepse paga e mëkatit është vdekja. Por nëse kthen syt nga Jezusi, edhe shikon shpëtimtarin që vdiq në kryq, edhe i beson atij, gjërat janë ndryshe pastaj. Perëndia të fal, të pastron dhe destinacioni është andaj nga e drejtuar, dhe Bibla thotë Jezusi është jeta. Është jeta e përjetshme, është jeta më bollok. Edhe nëse drejtohesh nga Jezusi dhe i beson atij, destinacioni është pastaj parajsa. Po kështu është edhe në jetën tonë të përditshme, sepse jeta jonë si krishterë është një garë. Shërbimi ynë është një garë gjithashtu. Edhe në këtë garë ne duam që të përfundojmë jetën me sukses, edhe duam të përfundojmë jetën në mënyrën e duhur. Por mënyra se si përfundohet një garë, mënyra se si përfundohet jeta në mënyrën e duhur, sepse secili do të ketë një fund në jetë. Secili nga ne do të ketë një fund. Çdo ditë ne përballemi me gjëra që kanë fund. Mbaron dita, filloi puna, ka një fund. Fillon shkolla, ka një fund. Edhe jeta ka një fund. Dhe në fund, kur të përballemi në fund me Zotin ton, nëse duam të kemi sukses, duhet të drejtojmë syt nga Jezusi. Sepse Bibla në kontekst thot, ndërkohë që ne kemi garën përpara, kemi jetën përpara, edhe na rrethon një re kaq e madhe dëshmitarë të Hebrejt 11, edhe duam të përfundojmë në mënyrën e duhur këtë garë, ka vetë një mënyrë, ka vetë një çelës, ka vetë një sekret që është i zbuluar, se ky sekret është të kthesh syt nga Jezusi. Nëse kthen syt nga Jezusi, gjërat pastaj ndryshojnë komplet. Nuk jam unë që ndryshoj veten time, është Jezusi që më ndryshon mua.
Nuk jam unë që ju ndryshoj ju, është Jezusi që ju ndryshon ju. Por ka disa gjëra faktikisht që përpara se të kthejmë sy tek Jezusi, duhet të kuptojmë që na pengojnë të shohim Jezusin, sepse drejtimi ynë është drejtuar ose fokusuar në vendin e gabuar. Edhe duhet të shoh 3 gjëra kryesore nga ku ne nuk duhet të drejtojmë syt tanë. Dhe së pari është mos drejto syt tek rrethanat ose tek politika. Si njerëz jemi të prirur që ne të shohim rrethanat që vijnë rreth rrotull dhe të jemi besim pak dhe të gjykojmë jetën tonë bazuar nga rrethanat. Nëse rrethanat janë të këqija, atëherë do të thotë jeta jon po mbytet në thonjza. Nëse rrethanat nuk janë mirë, atëherë ne fillojmë të shqetësohemi. Nëse situata globale nuk është mirë, fillojmë të pakemi. Mbase jo dhe aq situata globale, por rreth e rrotull nesh, shpesh herë shumë gjëra ndikojnë tek ne ku ne kemi sy tek rrethanat. Te Jeremia kapitulli 5 Bibla thot në vargu 46, zemra juaj mos u ligështoft dhe mos u tremni nga lajmet që do të dëgjohen në vend, sepse një vit do të vijë një lajm dhe vitin tjetër një lajm tjetër. Do të ketë dhunë në vend sundues kundër sunduesit. Pra Perëndia është duke na treguar që ka lajme që qarkullojnë rreth rrotull nesh. E këto lajme ndryshojnë. Një herë të mira, një herë të këqija, një herë keqe, një herë kështu, një herë kështu, po lajmet vijnë duke ndryshuar. Edhe nëse ne kemi sy tek lajmet edhe te rrethanat, atë Bibla na tregon, shikoni si e thotë që zemra juaj thotë mos u ligështoft. Domethënë që zemra ligështohet kur ne mbajmë sy tek rrethanat. Prandaj nëse duam një zemër të gëzuar, të heqim syt nga rrethanat, të mbajmë sy tek Jezusi. Nëse duam që të ecim edhe rrethanat mos kenë ndikime, ne duhet të mbajmë sy tek Jezusi. Ju kujtohet historia e famshme që është e njohur faktikisht tek Mateu 14, por është histori klasike dhe histori e denjë për të zbatuar në jetë praktike, sepse Zoti e shkruajti atë me qëllim që ne të mësojmë prej Pjetrit. Edhe ajo që ndodh në këtë rast është Pjetri është duke parë Zotin Jezu Krisht që po vjen mbi ujëra. Edhe ai thret Jezusit edhe i thotë, nëse ti je më urdhëro që të vi tek ti. Edhe Bibla na tregon që Jezusi thotë eja, dhe Pjetri zbriti nga barka dhe eci mbi ujëra për të shkuar te Jezusi. Por duke parë erën e fortë u friksua dhe filloi të fundoste bërtiti duke thënë, o Zot, shpëtom. Çfarë po ndodh në këtë histori? Në këtë histori kemi Pjetrin që ecën mbi ujë dhe ai hedh hap pas hapi duke bërë diçka që është e mbi natyrshme, sepse Zoti vetë e urdhëron atë. E ndërkohë që ai hedh hap pas hapi, vjen re diçka që ai nuk e ka sy tek rrethana, nuk e ka sy tek stuhia, nuk e ka sy tek gjërat që janë rreth rrotull. Ai ka sy tek Jezusi. E ndërkohë që ka sy tek Jezusi, ai është duke bërë ato gjëra që janë të mbi natyrshme për të bërë. Por sa po heq syt nga Jezusi, Bibla na thotë që ai zhytet poshtë. Edhe ai kërkon ndihmë sepse po mbytet. Prandaj, heqja e shikimit ton nga Jezusi bëhet kur ne fokusohemi tek rrethanat, majtas, djathtas, që nuk duhet jetë. Po jo vetëm tek rrethanat, por nuk duhet të mbajmë syt as tek politika. Tani, base mjaft nga ne nuk e mbajmë syt tek politika, por situata në botë është që njerëzit shpresojnë shumë tek qeverit. Edhe shpesh herë të krishterët bien në këtë. Presin nga e majta ose nga e djathta. Edhe ca janë ndar majtas, ca janë ndar djathtas, ca e me PD-n, ca e me PS-n. Edhe nuk them që të mos shkoni të votoni, ne duhet të votojmë sepse jemi qytetarë të përgjegjshëm. Edhe njerëz të Perëndisë që bindemi asaj që ligji thon. Por shikoni tek Veprat 24, 2 dhe 3. Kur u thirr pali, Tertulli filloi të akuzojë duke thënë: "Por ti shkëlqyeri Felix, ne po gëzojmë shumë paqe. Në anën tënde dhe me përkujdesjen tënde janë bërë realizime të mëdha për këtë komb. Ne pranojmë për herë dhe kudo me mirënjohje të thellë." Janë 3 persona këtu. Njëri është politikan, tjetri është një hebre, edhe tjetri një hebre gjithashtu. Ky hebreu po flet me politikanin me fjalë elokuente, duke lartësuar që kombi i Izraelit ka nevojë për politikën. Sepse paqja dhe prosperiteti dhe begatia e Izraelit vjen për shkak të Romës. Ky ishte qeveritari i Romës. Por ishte edhe një tjetër që është pali.
Edhe ai është fokusuar tek mesazhi që Perëndia ka për njerëzit. Edhe ai çon lajmin e mirë nga Jeruzalemi deri në Ilirin. Dhe ky është pali. Është mjaft e rëndësishme për këtë, se do të prek një temë që është shumë e çmuar dhe shumë e rëndësishme në Bibël. Për t'i kapur gjithë këto gjëra, për rëndësinë që të mos mbajmë sy tek politika, madje as të mos ngatrohemi me të. Për t'i mbajmë sy tek Zoti, tek Jezusi. Në qoftë se shikojmë Biblën nga zanafilla tek zbulesa, do të kuptojmë që tema e Biblës është mbreti dhe mbretëria. Tani shikoni pak diçka. Kur flasim për temën e Biblës, po flasim për një mbret që do të kthehet të mbretërohet fizikisht mbi tokë. Edhe shpesh herë në Bibël ju keni lexuar që kemi mbretërin e qiellit dhe mbretërin e Perëndisë. Po mbretëria e qiellit dhe mbretëria e Perëndisë ndryshon nga njëra tjetra. Nuk janë njësoj ato. Sepse mbretëria e qiellit është fizike dhe mbretëria e Perëndisë është frymërore. Disa njerëz thonë që janë të njëjta, por nuk janë të njëjta, ndryshojnë nga njëra tjetra. Edhe faktikisht mënyra si shqiptohen ato janë ndryshme. E Perëndisë e qiellit nuk është njësoj. Megjithatë, në qoftë se shikon Biblën nga zanafilla tek zbulesa, do të vëre disa gjëra. Për shembull, shikoni pak kur Perëndia krijon faktikisht qiellin dhe tokën, përpara se të krijojë qiellin dhe tokën, ai ka krijuar mbretërinë frymërore dhe pastaj ka sjellë mbretërinë fizike. Mbretëria frymërore janë Perëndia krijoi ushtritë e qiellit. Edhe ushtritë e qiellit janë engjëjt, janë bijtë e Perëndisë. Edhe kur ai krijoi mbretërinë e Perëndisë dhe mbretërinë e qiellit, krijoi në harmoni me njëra tjetrën. E ndërkohë që krijoi në harmoni, diçka ndodhi. Perëndia vajosi një që të mund të qeveriste mbi të dyja këto mbretërit. Edhe ky që u vajos nga Perëndia për të qeverisur të dy mbretërit që Perëndia i krijoi, quhet Lucifer. Edhe ai u vendos me një fron në tokë, në kopshtin e Edenit. Edhe ai mbretëroi mbi këto dy mbretërit, qeverisi mbi këto dy mbretërit. Bibla na tregon tek Ezekiel 28 e Isaia 14 që ai në zemrën e vet u bë krenar dhe rebeloi kundër Perëndisë. Edhe ajo që ndodhi është mbretëria e qiellit dhe mbretëria e Perëndisë u hoqën nga sundimi i Luciferit. Te zanafilla 1, vargu 2, toka u zhyt në kaos. Perëndia rikrijon edhe një herë. Në vargun 3 deri në 31 kemi rikrijimin dhe krijon një krijesë tjetër që është njeriu, që është Adami. Dhe Perëndia i jep këtij njeriu, i jep pozitën që të mund të qeverisë në mbretërinë e qiellit dhe në mbretërinë e Perëndisë. Edhe Adami është krijuar në imazhin e Perëndisë. Është shëmbëltyra e Perëndisë. Por gjithashtu Adami është dhe mbret mbi gjërat fizike, sepse Zoti i tha që të sundohen mbi gjërat fizike, mbi gjërat e dukshme. Ajo që vëmë re është që Adami bie edhe mëkaton. E ndërkohë që Adami mëkaton, Bibla na tregon që ai vdes në atë çast. Sepse gjithë njerëzimi më mbrapa lind i vdeku në faj dhe në mëkate. Por fizikisht Adami jetoi. Që do të thotë që mbretëria e Perëndisë u largua. Adami nuk mund të riprodhonte më tokën me bijtë e Perëndisë, siç ishte biri i Perëndisë, siç krijuar një bir i Perëndisë. Edhe asnjëri nuk rilind më që nga Adami e derisa vjen Jezu Krishti. Asnjëri nuk bëhet biri i Perëndisë. Pra mbretëria e Perëndisë është larguar. Por kemi mbretërinë e qiellit mbi tokë, një mbretëri fizike. Edhe kjo mbretëri kalon nga Adami, kalon tek Noeu. Sepse Noeu i thuhet i frytshëm shumëzohu mbush tokën, apo jo? Pra kemi një mbretëri fizike që Perëndia ka vendosur në tokë. Edhe nga Noeu kalon tek Abrahami, nga Abrahami kalon tek Jakobi ose tek Izraeli. Edhe merr kulmin me Davidin dhe Solomonin që është në fron. 800 vjet para Krishtit, Perëndia është vendosur 10 fiset e Izraelit në robëri për shkak të mëkatit dhe në vitin 606 para Krishtit Perëndia shposton edhe Judën. Edhe vini re tek Danieli 2 që ka një ëndër që Nebukadnesari shikon. Edhe ajo është ëndra me ato statujën prej ari derisa përfundon me hekurin që është përzier me baltë tek këmbët e gishtrinj. Edhe gjithë kjo statujë përfaqëson 4 mbretëri. Edhe fillon ajo kohë që në Bibël quhet koha e paganëve. Sepse Perëndia e heq mbretërinë e qiellit që ishte mbi Izraelin, edhe e çon Izraelin në robëri dhe e jep të mbretërit e qiellit paganëve, ose e jep djallit më saktë. E kur Zoti Jezu Krisht vjen në tokë, Gjon Pangzori del dhe predikon dhe thotë që pendohuni sepse mbretëria e qiellit është afër. Domethënë nëse Izraeli do të pendohej, Perëndia do të rivendoste Izraelin përsëri si kreun e gjithë kombeve.
Edhe Jezusi gjithashtu dele dhe predikon pas gjon pak zorit. Bibla na tregon që Izraeli refuzoi Jezu Krisht. E hodhi poshtë Mesia. Dhe çfarë ndodhi? Jezusi di që varros dhe u ringjall. Edhe ne vëmë re që Perëndia fillon që të shfaqet paganëve, kombeve jo hebrej, të jap lajmin e mirë sepse ata refuzuan. Por mbretëria e qeve nuk ju dha Izraelit. Nuk zbriti në tokë. Ende është në duart e paganëve. Por mbretëria e Perëndis erdhi në tokë. Çdo njeri që beson Jezu Krishtin bëhet biri i Perëndis. Dhe mbretëria e Perëndis është frymërore. Edhe kjo mbretëria e Perëndis do të vazhdojë derisa kisha është mbi tokë. Edhe një ditë do të rrëmbehet kisha dhe do të ikë dhe mbretëria e Perëndis. Edhe do të jetë koha e mundimeve që është mbretëria e Antikrishtit mbi tokë. Pastaj në fund të kohës mundimeve Zoti Jezu Krisht do të kthehet, do të marrë mbretëritë e botës, edhe do të mbretërojë, edhe do të sjellë mbretërinë e qeve dhe mbretërinë fizike mbi tokë, ku ai do të jetë mbreti edhe i mbretërisë Perëndis, edhe i mbretërisë së qeve, dukshëm realisht mbi tokë për 1000 vjet. Kjo është e rëndësishme për të kuptuar. Tani, nëse kuptojmë këtë, atë do kuptojmë shumë se kur flasim për mbretërinë e qeve, po flasim për një mbretëri fizike. Për një pjesë të universit që quhet qiell, që është materie. Edhe është vendosur e lidhur kryesisht me Izraelin. Edhe që Perëndia sundon mbi njerëz, kombe edhe gjuhë. Dërsa mbretëria e Perëndis është frymërore. Dhe është e lidhur kryesisht me kishën. Te Kolosiane 1:13 thuhet, ai na nxori nga pushteti i errësirë dhe na zhvendosi në mbretërinë e birit të tij të dashur. Pra kur ju pranuat Jezu Krishtin, ju vendosët në mbretëri. Perëndia ju dha frymën e shenjtë. Ai ju vendos brenda jush si mbreti juaj. Ai ju i rilindi, edhe ju futët në mbretërinë e Perëndis. Por mbretëria e Perëndis është e brendshme. Kur ju pranuat Krishtit nuk ndryshuat nga jashtë. Por Perëndia ju dha një jetë re, ju bëri bitë të tij. Vini re çfarë thot fjala e Perëndis tek Luka 17:20 dhe 21. Tani kur u pyet nga farisenë se kur do të vinte mbretëria e Perëndis, ai u përgjigj atyre dhe tha, mbretëria e Perëndis nuk vjen në mënyrë të dukshme. Dhe as nuk do të thuhet ja këtu ose ja atje, sepse ja mbretëria e Perëndis është brenda jush. Pra kur flasim për mbretërinë e Perëndis, po flasim për një mbretëri frymërore. Po është një mbretëri e vërtetë. Mbreti i mbretërisë frymërore është biri i Perëndis, Jezu Krishti. Mbreti i mbretërisë së qeve, kur të kthehet, është biri i njeriut, Jezu Krishti përsëri. Po vjen ra që është brenda. Tek e parë Gjon kapitulli 3 në vargu 2 thotë, të dashur, tani jemi bitë Perëndis. Nuk thotë do të jemi në të ardhmen, tani jemi. Dhe ende nuk është shfaqur do të jemi, por tani jemi bitë. Tani jemi bitë. Tani jemi në mbretërinë e Perëndis. Por dim se kur të shfaqet ai do të jemi të ngjashëm me të sepse do të shohim se si është ai. Pra ne jemi bitë Perëndis tani, po nuk duket. Por jemi. Ne jemi në mbretërinë e Perëndis, po nuk duket. Por jemi. Mbretëria e Perëndis tha Jezusi është brenda jush, nuk mund të shihet. Prandaj Pauli tha te Romakët 14:17, sepse mbretëria e Perëndis nuk është të ngrënët dhe të pirët, por drejtësi dhe paqe dhe gëzim në frymën e shenjtë. Mbretëria e Perëndis nuk është fizike, nuk ka të bëjë me të ngrënët, me të pirët, me gjërat që shohin, por është frymërore, është drejtësi, paqe dhe gëzim në frymën e shenjtë. Ka të krishterë që thonë që ne po ndërtojmë mbretërinë e Perëndis mbi tokë. Po ngrëm spitale. Po japim ushqim të varfëve. Po kujdesemi për smurët. Nuk është kjo mbretëria e Perëndis. Nuk është kjo mbretëria e Perëndis. Kjo është mbretëria e qeve. Mbretëria e Perëndis është e brendshme. Roli i kishës nuk është në mbretërinë e qeve sot. Nuk është për kujdesje fizike sot. Mbretëria e qeve ishte në dhjetën e vjetër, ishte një përkujdesje fizike në dhjetën e vjetër. Por tani roli i kishës është të kërkojë të humburin në mënyrë që ai të shpëtohet përmes besimit në Jezu Krishtin. Kisha është në mbretërinë e Perëndis dhe i fton njerëzit në mbretërinë e Perëndis përmes besimit në Jezu Krishtin që të marrin faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Prandaj do kuptohet që puna e kishës nuk është në mbretërinë e qeve. A mund të themi që është mëkat të japësh të varfëve? Jo. Është mëkat që të mund të ndërtosh një spital? Jo. Ne kujdesemi për të varfrit. Po kuptoni që puna e kishës nuk është kjo.
Puna e kishës është mbretëria e Perëndis, edhe është në mbretërinë e Perëndis. Vini re te Mateu 6:25 edhe vargjet më poshtë. Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani dhe do të pini, as për trupin tuaj, për atë që do të vishni. A nuk është vallë jeta më shumë se ushqimi dhe trupi se veshja? Edhe bën kontrastin. Edhe Zoti po thekson veshje, ushqim, të pirë. Pastaj thot, mos u shqetësoni pra duke thënë çfarë do të ham ose çfarë do të pim ose me çfarë do të vishemi. Po para se gjithashtu kërkoni mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e tij dhe gjithë këto do t'ju shtohen. Pra veshja, ushqimi, të pirët janë në kontrast me mbretërinë e Perëndis. Sepse veshja, ushqimi, të pirët janë gjëra të dukshme, fizike. Pra mbretëria e Perëndis nuk është fizike. Nuk ka të bëjë me ushqimin, nuk ka të bëjë me përkujdesjen, nuk ka të bëjë me spitalet, nuk ka të bëjë me të varfrit, nuk ka të bëjë me dhënien të tjerëve të ndihmosh të tjerë në nevojë. Mbretëria e Perëndis ka të bëjë me faktin që ata kanë nevojë për një shpëtimtar. Kur Jezusi erdhi ndihmoi të varfrin, ata që të varfrit kishin nevojë, dhe Bibla thot, çfarë thot Bibla? Ai erdhi për të ngjillëzuar të varfrin. Prandaj është mjaft e rëndësishme të kuptojmë si punon Zoti tani. Si punonte në dhjetën e vjetër. Shpëtimi tani nuk është njësoj me shpëtimin në dhjetën e vjetër. Mënyra si punon Perëndia tani nuk është njësoj me mënyrën si Perëndia punonte në dhjetën e vjetër. Ungjilli që ne predikojmë tani nuk është njësoj me ungjillin që kemi në dhjetën e vjetër. Janë dy gjëra të ndryshme. Atëherë mënyra se si një njeri do të gjejë veten në planin e Perëndis, duhet të kuptojë që ku është, në cilën mbretëri është, në mënyrë që të bëj punën siç duhet. Prandaj është mjaft e rëndësishme këto. Shikoni te Zbulesa 11:14. Dhe engjëlli i 7 ra boris dhe u bën zëra të mëdhenj në qiell që thoshin mbretëritë e botës. U bën mbretëritë të Zotit ton dhe të Krishtit të tij dhe ai do të mbretërojë në shekujt e shekujve. Pra mbretëritë fizike nuk janë në dorë të Jezu Krishtit tani. Nuk janë në dorë të djallit. Ju kujtohet tek Mateu 4 vargu 4 edhe vazhdo më poshtë që pasi Jezusi tundohet nga djalli për ushqimin, ai vetë edhe i ofron gjithë mbretëritë e botës. Ku i gjeti djalli gjithë mbretëritë e botës? Sepse Zoti ja dha në 606 para Krishtit. Sepse ja hoqi mbretërinë e Izraelit dhe u dha paganëve. Edhe djalli vetë i ofron Jezusit mbretërinë e botës, domethënë i ofron pushtet politik në planet. Edhe Jezusi e refuzon atë. Shumë të krishterë nuk kuptojnë që duke u ngatruar me politikën, qofshin majtas ose djathta, dhe në Shqipëri ka edhe të krishterë, madje edhe në parlament, që ngatrohen me politikën, përfshihen me politikë, përzihen me politikë. Nuk e kuptojnë që duke u përfshirë, duke u përzier, po shkojnë drejt diçkaje demoniake. Edhe shumë e vështirë që të ngjitesh lart në politikë, e të mbash veten të pastër, të mos kontaminohesh, sepse pushteti që djalli ofron kërkon diçka në këmbim. Jezusi i ofrua nga djalli pushtet politik në këmbim të adhurimit. Prandaj krishterë nuk duhet të mbajë sy tek politika. Dhe as të mund ngatrohet me politikën. I shpjegova tërë këto gjëra, po mund të marrë një orë të tërë për të kuptuar shkrimet. Sepse kisha nuk është në mbretërinë e qiejve. Nuk ka punë me mbretëritë e kësaj bote. Nuk ka punë me pushtetin. Ju do thoni, a nuk duhet të votojmë, votoni. Por ta dini që thirrja e kishës nuk është të vendosi drejtësi në tokë. Nuk do të ketë paqe në tokë derisa Princi i Paqes të vijë. Nuk do të ketë drejtësi në tokë derisa Jezu Krishti të vijë të vendosë drejtësi. Dhe thirrja jon nga ana e Perëndisë është të kërkojmë të humburin, të ndajmë njerëz dhe lajmin e mirë, sepse jemi në mbretërinë e Perëndisë. Në dhjetën e vjetër rrëmbeni shpata dhe çfarë, dhe luftoni për Zotin fizikisht. Nuk është kjo thirrja e Perëndisë për kishën. Prandaj të krishterët ngatrojnë gjërat. Pa folur që pasaj ngatrojnë edhe mijëvjeçarin, duke menduar që po vendosin mbretërinë një mijëvjeçare këtu mbi tokë, kjo është temë tjetër për këtë. Tek Gjoni kapitulli 6 Bibla thot, por Jezusi duke ditur se po vinin ta kapnin për të bërë mbret, u tërhoq përsëri mbi malin, filli vetëm. Jezusi u tërhoq kur erdhi puna për politikën. U tërhoq kur ata i ofruan pushtet. Sepse nuk ishte plani Perëndis për këtë. Edhe një ditë ai do të vijë.
Perëndia do të zbresë nga qiejt. Ai do të marrë mbretëritë e botës. Por ai pret kohën kur Perëndia ka për të. Dhe i krishterë nuk ka një thirrje nga Perëndia që të bëj politikë. Mos u gënjeni. I krishterë ka një thirrje nga Perëndia të kërkojë të humburin. Të ndaj lajmin e mirë. Ai është birë e Perëndis, nuk duket. Ai është në mbretërinë e Perëndis, nuk duket, por është e vërtet. Ai ka një mbret, është Zoti Jezu Krisht, nuk duket, por një ditë do të zbulohet. Edhe ai ka një punë në mbretërinë e Perëndis, nuk ka punë në mbretërinë e qiejve. Prandaj nuk është koha për politikë, por është koha për të fituar shpirta. Nuk është koha për politikë, është koha për të ndarur ngjillin. Prandaj mos drejto sy tek rrethana, as te politika. Mos drejto sy tek vetja, as tek tjetri. Atoni të mbeteni të zhgënjur, mbajeni sy te vetja. Atoni të mbeteni të zhgënjur, mbajeni sy te tjetri. Nëse akoma nuk u ka zhgënjur tjetri, ju premtoj që do ju zhgënjej. Kushdo qoftë ky edhe pastori juaj. Sepse të gjithë jemi njerëz. Burri juaj do ju zhgënjej. Ju thoni unë kam besim të madh. Baje besimin, do ju zhgënjej. Gruaja juaj do ju zhgënjej. Ju thoni se njeh gruan time. Nuk e njoh, po do ju zhgënjej. Bani mend këtë. Fëmijët tuaj do ju zhgënjej. Prindit tuaj do ju zhgënjej. Pastori juaj do ju zhgënjej. Mos mbani sy tek vetja, as tek tjetri. E dini si thot psikologjia sot, me shiko për na vetes, me jap dyshove te vetja, besoj vetes, frymëzime që ka nevojë për na vetes. E dini si mëson bota. Por gjithmonë bota mëson kundër Perëndis, gjithmonë. Rrini me Biblën në mënyrë që t'jeni të urtë. Romakët 7, vargu 18 thot, sepse unë e di se në mua, Pali thot, edhe nuk kam parë ndonjëri që jetoj aq drejt para shpëtimit si një farise, po edhe pas shpëtimit jetoj çdo ditë duke mbajtur syt nga Jezusi. Dhe ky i madh i Pal nuk krahasohet me asnjërin nga ne. Por ja çfarë thot ky i madh i Pal, sepse në mua, domethënë në mishin tim nuk banon asgjë e mirë. Sa e mirë banon në asgjë të mirë? Zero. Pali thot, vetja ime është zero e mirë. Dhe në qoftë se vetja e Palit ishte zero e mirë, jam i sigurt që edhe vetja juaj është zero e mirë. Edhe vetja ime është zero e mirë. Thot, sepse dëshira ndodhet tek unë për të bërë të mirën, nuk e gjej. Edhe Pali thot, o ç'njeri i mirë që jam. Pra ky është njeriu, ky është vetja. Njeri mirë. Do zhgënjeheni nga vetja, nga njerëzit, nga të tjerët. Atë heqeni syt nga vetja, hedheni syt tek Jezusi. Tek Jeremia 17, nuk kam kohë të shkoj atje. Bibla thot që mallkuar qoftë njeriu që ka besim te njeriu. Sepse besimi te vetja të bën të mundur të heqësh besimin nga Perëndia. Edhe një njeri që ka besimin te vetja ose te njeriu është shterp, është shkatëtir, është i thatë dhe është pa fryte. Një njeri që ka jetë me bollëk, edhe ka frytshmëri, edhe është i vaditur si një kopsht, është njeriu që ka besim te Zoti. Po që të kesh besim te Zoti, du të heqësh syt nga vetja dhe të kesh sy te Zoti. Sepse nuk ka karrikja e zemrës vend për dy persona. Ose do lësh veten, ose do lësh Zotin. Prandaj Pali thot për ditë vdes. Në mënyrë që vetja të mos marrë vendime tek unë, por i vdekur ngres syt edhe marr forcën, vendimet, shpresën, çlirimin nga Zoti. Zanafilla 42 vargu parë, po Jakobi pasi mësoi se në Egjipt kishte grur, tha bijve të tij, pse shikoni njëri tjetrin? Ata ishin në kohë zije, në krizë, edhe sytë e tyre ishin duke parë njëri tjetrin. Edhe ne në kohë situate të vështira ne shikojmë. Kush do më ndihmoj, kush do më ndihmoj? Edhe është bekim faktikisht të ndihmojmë njëri tjetrin. Por duhet të kuptoni që sytë tanë në çdo situatë do të ngrem tek Zoti. Dhe Bibla na tregon që ata pasi shikonin njëri tjetrin, sepse edhe Jakobi kishte një problem, ai nuk e lëshonte Benjaminin. Por ata erdhën në një pikë që u thyen. E ndërkohë që u thyen, ata u dorëzuan tek Perëndia dhe ngritën syt nga Zoti. Edhe Bibla thot tek Zanafilla 43:13-14, Jakobi duke thënë, merrni dhe vllain tuaj,
po e dorëzoj tani, nuk i kam më sy tek njeriu. Nuk i kam më sy tek njeriu. E kam ngritur syt nga Zoti tani. Çdo gjë e kam lënë në duart e Perëndis. Dhe çohuni, ktheuni tek ai njeri. Dhe Perëndia ai plot fuqishëm, pra i ka hequr syt nga njeriu, kanë hequr syt nga njëri tjetër dhe po mëson bitë ti heqeni syt nga njëri tjetër dhe ngrini syt nga Zoti. Edhe gjëja më e mrekullueshme që mund të mësojmë njëri tjetër në kohë vështirësie është të ngrem syt nga Zoti. Të ngrem syt nga Zoti. Jo tek njëri tjetri. Lavdi Zotit, ne jemi vërtet bekim edhe kjo kishë është vërtet një kishë mirë e dashur dhe unë e dua këtë kishë. Edhe duhet të vazhdojmë të duam njëri tjetrin dhe të kujdesim për njëri tjetrin, por duhet të kuptojmë që syt tanë duhet të jenë tek Zoti. Syt tanë duhet të jenë tek Perëndia ynë. Dhe Perëndia ai plotfuqishëm ju bëf të gjeni hir përpara të njeriu, kështu që ai të liroj vllaun tuaj dhe Benjaminin, sa për mua po të jetë se duhet të mbetem pa bitemi, ashtu qoftë. Po Zot, nëse ti mund më shpërosh mua, vetëm ti mund më ta bësh. Nëse ti mund më çirosh mua, vetëm ti mund ta bësh. Nëse do ti ke vendosur që unë të jem papi, çfarë të bëj unë? Por ka vetëm një vend ku mund të vi, ka vetëm një vend ku mund të shkoj, tek ti Zoti. Kjo është mënyra më e mirë ku shkon në gjujë përpara Zotit dhe thua, Zot, më ka dhënë ky problem, ky hall, kjo vështirësi, edhe di çfarë tek ti ngre syt. Prandaj duhet të kuptojmë që janë ca pengesa që na pengojnë ne të shohim tek Jezusi. Një është rrethanat, bashkë me të dhe politika. Dy është vetja, bashkë me të dhe tjetër, domethënë njeriu. Tjetra është mos kthe syt mbrapa dhe mos i ul poshtë. Te Luka kapitulli 9, vargu 62, Jezusi tha, asnjëri që ka vënë dorën në parmend dhe kthehet të shikon mbrapa nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e Perëndisë. Pra nuk mund të përshtatet një njeri të jetoj si një krishter në mënyrë normale, sepse nuk jetohet mbretëria e Perëndisë duke parë mbrapa. E dorën në parmend, po flasim që ai po mbjell farën. Ai është duke punuar në mbretërinë e Perëndisë. Ai është duke kërkuar të fitojë shpirtra. Ai është duke kërkuar që të mund të bëjë atë që Perëndia ka për të. Por ka vënë dorën në parmend dhe kthen kokën mbrapa. E të kthesh kokën mbrapa do të kthesh kokën te natyra e vjetër. Të kthesh kokën te gjërat e vjetra. Të kthesh kokën te mëkatet e vjetra. Të kthesh kokën në jetën e vjetër. Edhe nëse kthen kokën në këto gjëra të vjetra, mbrapa nuk mund të jesh i përshtatshëm. Është një varg në Bibël që thotë kujtoni gruan e Lotit. Te Zanafilla 19:26 thotë për grua e Lotit solli kryet për të shikuar prapa dhe u bë një statuj prej kripe. Perëndia apo derte hir mbi ta. Edhe do të ndëshkonte Sodomën. Edhe jep mundësi Lotit bashkë me gruan e tij dhe familjen e tij mund të dalin. Edhe ndërkohë që ata po dalin, edhe janë duke dalë nga gjykimi i Perëndis, nga zjarri. Aq e lidhur ishte kjo grua e Lotit me gjërat që i kishte mbrapa, me Sodomën me qëra fjala, me mëkatin. Base mund të themi kishte bler garderobë të re se mori me vete, nuk e di, base. Edhe ngeli peng se nuk e provoi, nuk e di çfarë do që ishte ajo mbrapa, ishte kaq e lidhur sa që nuk mundej do të ikte për të shpëtuar veten, po kthen kokën mbrapa. Prandaj nuk mund të shikosh nga Jezusi. Për sa kohë që zemra është e tërhequr pas gjërave që janë mbrapa. Po as nuk mund të shohësh poshtë, sepse nuk mund të ecësh përpara duke parë poshtë. Edhe jeta ka ca pengesa. Edhe ashtu siç është një garë me pengesa, kështu është dhe jeta. Dhe nëse ne duam që të ecim përpara, ne duhet të jemi si ata atletët që kur ata vrapojnë, edhe po të shikoni me kujdes, ata nuk mbajnë sy tek pengesa. Ata kanë syt përpara, ata kanë shikimin drejt. Kush nga ju ka mësuar biçikletën? Ka ndonjë që ka mësuar? E mbani mend kur mësuat biçikletën? Unë e mbaj mend kur e mësova. Kur unë hipa në biçikletë, sytë e mi ishin vetëm te rrota. Nuk shifja dot përpara. E sa i jepja unë te rrota dhe pastaj më ikte dhe nuk shikoja nëse do vinte kanal, çfarë do vinte, ku do bija. Dhe ai po më mësonte mua, po thoshte shiko përpara. E kisha shumë të vështirë. Derisa mësova të ngres syt nga rrota të shifja përpara. Kur i hoqa syt nga rrota të shifja përpara, fillova të mësoj. E njëjti parim është edhe me ecjen tonë. Po Bibla na mëson shumë kur vjen puna për gjërat poshtë. Edhe kur Perëndia flet për gjërat poshtë, po flet për sistemin e botës.
Sepse në Dhjetën e Vjetër ka një parim të rëndësishëm që thotë që kur njerëzit e Perëndis, ata po zbrisin në Egjipt, ata po shkonin poshtë. Po kur ata do të ktheheshin në Jeruzalem, ata do të ngjiteshin lart. Pra kur ti bien nga marrëdhënia me Zotin, ti shkon poshtë në botë. Dhe kur ngrihesh për të shkuar në Jeruzalem, duhet të kthesh kurrizin e Egjiptit, edhe pastaj të shkosh te Zoti. Nuk mund të shkosh tek Zoti nëse nuk kthen kurrizin e Egjiptit. Te Isaia 32 thotë që shkojnë poshtë në Egjipt, pra vinë në Egjipti është poshtë. Edhe nga ana gjeografike Egjipti është poshtë, edhe Jeruzalemi është lart. Pa konsultuar më parë gojën time për të përforcuar në forcën e faraonit dhe për të gjetur kërkuar shtren në hijen e Egjiptit. Isaia 31:1 thotë mirë ata që zbresin në Egjipt në kërkim të ndihmës dhe u besojnë kuajve, kanë besim të qerrët sepse janë të shumta, dhe të kalorësit sepse janë shumë të fuqishëm. Por nuk shikojnë, vinë ra kontrastin. Nuk shikojnë, nuk ngren syt, nuk hedhin syt tek Zoti, tek i shenjti, dhe nuk e kërkojnë Zotin. Të shikosh Zotin do të thotë ta kërkosh Zotin. Ti e kërkon dhe e gjen. Përmërisht të krishterët që shikojnë poshtë janë të krishterët që shohin në botë. Prandaj nuk do të shikosh botën, nuk do të shikosh gjërat që janë në botë, të ngresh syt. Prandaj te Kolosianët Pali bën thirrje çdo njeriu nëse ai është i rilindur. Nëse nuk është i rilindur, nuk ka punë çfarë ku të ngresh sepse ai nuk shikon fare. Por nëse është i rilindur, thotë, nëse ju jeni ringjallur me Krishtin, thotë, kërkoni, thotë, ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Keni ndërmend gjërat që janë lart, jo ato që janë mbi tokë, sepse ju keni vdekur dhe jeta ju është fshehur bashkë me Perëndin. Pra Perëndia na inkurajon ne të krishterët të kërkojmë ato që janë lart, të ngrejmë syt e të shohim gjërat që janë lart. Te 2 Korintasit kapitulli 4 vargu 18 thotë ndërsa ne nuk i drejtojmë syt ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme. Pra nuk ka kuptim të mbajmë syt mbi gjërat që do digjen dhe do ikin, do kalojnë. Ne jemi ashtu sa kuptojmë që gjërat kalojnë. 20 vjet përpara telefoni që kishit mjaft i mirë, që ngjante si radio policie, po që ishte modern edhe të gjithë kishin syt tek ti që e kishe bler, ka kaluar tani. Kështu ndodh me të gjitha gjërat e kësaj bote. Të gjitha kalojnë. Të gjitha kalojnë. Të gjitha kalojnë. Por gjërat që janë lart jo. Kur. Prandaj ne duhet të ngrem syt të shohim gjërat që janë lart. Te Mikea 7:7 thotë, por unë do të shikoj te Zoti. Do të shpresoj te Perëndia i shpëtimit tim. Perëndia im do të më dëgjojë. Kush është Perëndia i shpëtimit? Ne pam javën e kaluar, Jezusi. Jezusi është Perëndia i shpëtimit. Jezusi është gjithashtu vendi i shikimit tim, jo vetëm vendi i shpëtimit tim. Ato të ngres syt të shoh atë. Edhe nëse shikojmë shkrimet me kujdes, edhe do të studiojmë fjalën tek Jezusi. Janë 11 referenca në shkrime, edhe të kaloj ato shpejt, po tek Jezusi është shpëtimi. Te Luka 23:42 dhe 43 Bibla na tregon që njëri nga ata dy hajdutët ktheu syt nga Jezusi. Edhe Bibla na tregon që ai kërkoi mëshirë, kërkoi hir. Edhe Jezusi i tha, sot do të jesh me mua në paradiz. Pra nëse kthehesh te Jezusi, shpëtohesh menjëherë. Nuk pret 10 ditë, 15 ditë, shpëtohesh menjëherë, pranohesh menjëherë, merr falje menjëherë, edhe rilind menjëherë. Por tek Jezusi është shpëtimi, sepse është i vetmi që është vdekje e përsosur, si një sakrificë e përsosur për mëkatin tënd përpara Perëndisë. Ai është qengji i Perëndisë. Bibla thot, ai nuk të refuzon, ai nuk e shtyn shpëtimin, edhe ai të pranon menjëherë. Po tek Jezusi është vllazërimi gjithashtu. Pasi shpëtohet, çfarë ndodh? Shikoni çfarë thot tek Marku 6:30. Dhe apostujt mblodhen tek Jezusi. Çfarë ndodhi? Mblodhen te Jezusi. Pse u mblodhen? Vjen e vllazërimin. Dhe i treguan të gjitha sa kishin bërë dhe sa mësim kishin dhënë. Një marrëdhënie e ngushtë, do të thotë që komunikon. Edhe kur ne kemi marrëdhënie të ngushtë me Jezu Krishtin dhe kur ne u shpëtuam, u futëm në marrëdhënie me të. Nuk do të thotë që unë thjesht u luta Zotit, thash kërkesat ka marrëdhënie me Zotin, jo. Bibla thotë që ata i treguan Jezusit gjithçka. Si të shkojë dita sot?
ti vajti puna. Të pyeu ai pronari, të vajti mirë puna, u pengove, u vrave, çfarë të ndodhi gjatë ditës? Edhe ne nëse kemi një mik të ngushtë, vemi dhe i themi, dëgjoj, edhe ja zbulojmë tëra gjërat, edhe i tregojmë kështu na ndodhi, edhe jeni të gëzuar, ja thoni gëzimin, jeni të hidhruar, ja thoni hidhrimin, keni problem, ja thoni problemin. A nuk bëni kështu në marrëdhënie apo jo? A është Jezusi miku juaj i ngushtë, që ju i tregoni të gjitha gjërat? Të gjitha gjërat. A është Jezusi miku juaj i ngushtë? Sepse tek Jezusi është pikërisht marrëdhënia. E parë Korintas 1:9 thot, besnik është Perëndia nga i cili u thirrët në bashkësinë e birit të tij, Jezu Krishti Zotit tonë. Do të na dhajë një nder të madh. Kemi bashkësi me Perëndin tonë. Tek Jezusi shkon për përgjigje. Kur ke pyetje, atëra ai është ai që jep përgjigjet. Dishepull thanë, kush është më i madhi? Dhe Jezusi u përgjigj. Pjetri pyeti, Zot, ç'do bëhet me gjonin? Dhe Jezusi u përgjigj. Madje njëri duke u shfaqsuar tha, po kush është i afërmi im? Dhe Jezusi u përgjigj apo jo? Ai ka përgjigjet për të gjitha pyetjet. Dhe aku janë në fjalën e Zotit. Po ka raste që ai nuk përgjigjet, sepse nëse qëndrimi është i keq. Për shembull Pilati i tha, kush je ti? Dhe si nuk tha asnjë fjalë. Por te Jezusi shkojnë për dëgjim, sepse kur Pietri, Jakobi dhe Gjoni ishin me Zotin në malin ku ai u shpërfytyrua ose u transformua dhe u bë i lavdishëm. Bibla na tregon që ndërkohë që ata pan Jezusin, një zë erdhi nga lart e tha, ky është biri im i dashur, dëgjojeni. Pra tek Jezusi duhet të vesh për të dëgjuar, çfarë ka ai për të thënë? Po për ndim gjithashtu. Sepse Marta dhe Maria kishin vllain e tyre të sëmurë. Edhe ai sëmurë për vdekje, për lavdinë e Perëndis. Por ata shkuan dhe kërkuan ndihmë Jezusit. Jezus, na ndihmo, vllai ynë është sëmurë. Jezusi nuk është vetëm shpëtimtari. Tek Jezusi dhe për mësim. Prandaj te Hebrejt 12 është mësimi tani, duke drejtuar sy tek Jezusi. E ndërkohë që ne shohim që jemi në një garë, edhe vrapojmë në këtë garë, edhe kjo garë do mbarojë një ditë. Jezusi ti mbaroi gara për 33 vjet e gjysmë. Asnjëri nga ne nuk e di se sa do jetoj jetën e tij. Por Jezusi mbaroi garën për 33 vjet e gjysmë. Shumë nga ne janë mbi 33 vjeç e gjysmë. Edhe pretendojnë që kanë të drejtën nga Zoti të rrojnë edhe më shumë. Ndërsa unë them se cili do rrojë aq sa Zoti ka plan për të rrojtur. Pyetja është, a ka vlerë në jetën tënde? Jo apo përpiqesh të shtysh jetën tënde të rrosh më shumë. A ka vlerë brenda jetës tënde? A ka qëllim brenda jetës tënde? Edhe që ta përfundosh të jetën mirë, ka vetëm një mënyrë të vetme. Të drejtosh syt nga Jezusi. Të heqësh syt nga rrethanat. Të heqësh syt nga politika. Të heqësh syt nga vetja. Të heqësh syt nga tjetri. Të heqësh syt nga kjo botë. Të heqësh syt nga gjërat që janë mbrapa. Edhe të ngresh syt edhe të shohësh nga Jezusi. Jezusi është i vetmi që garanton fundin e bekuar të jetës tënde. Fundin e bekuar të shërbimit tënd. Duke drejtuar syt nga Jezusi. Duke hequr syt nga vetja, nga rrethanat, nga politika, nga gjërat që janë mbrapa nesh që duan të na mbajnë zvarr, nga kjo botë. Duke mbajtur shikimin, vetëm kështu mund të garantojmë fundin e jetës tonë të lavdishëm përpara Perëndis. Fundin e shërbimit tonë të lavdishëm përpara Perëndis. Kjo është rruga. Drejtoj syt nga Jezusi. Dhe tulim kokën. Nuk e di çfarë Zoti ju ka folur, po në çfarë do gjë që Zoti ju ka folur sot. A mund të përgjigjeni para Tij? Ai është Zoti juaj. Ai është shpëtimtari juaj. Ai është shpresa juaj. Ai është kalaja juaj. Ai është shkëmbi juaj. Në qoftë se jeni të pashpëtuar, ashtu si bijtë e Izraelit
Në 10 e vjetër, kur helmoshën nga gjarpërinë, duhet të bëni vetëm një gjë, të ngrini sytë të shikoni gjarpër në bronz, pa punë, pa përpjekje, pa bërë asnjë vepër. Thjesht do shikoni, do e dëshiroheshin. E njëjta gjë është dhe me Krishtin. Ai u ngrit në një kryq, ai u bë mallkim. Edhe nëse kthehesh nga ai dhe beson atë, pa punë, pa përpjekje, pa një vepër, Bibla thot Perëndia do të shpëtojë ty. Por nëse jeni të rilindur, a mund të zgjidhni të hiqni syt nga vetja, syt nga tjetri, syt nga rrethana, syt nga kjo botë, syt nga politika, syt nga gjërat që të mbajnë zvarr mbrapa, e të mbani shikimin tuaj, fokusin tuaj tek Jezusi. A mund të zgjidhni që të kaloni kohë me Perëndinë në baza ditore, në një marrëdhënie të ngushtë me ta? Sot është dita. Ati dashur, faleminderit për fjalën tënde. Jam mirënjohës Perëndia im që ti je kaq i mirë. Na flet, na la, na pastron. Çfarë të themi Perëndi? Nuk ka asnjë që matet me ty. Madje ti nuk na kërkon diçka që ti nuk ke çfarë vetë përpara. Por ti çave rrugën, duke qenë shembull, ti fitove Perëndi. Edhe na sfidon dhe ne, që na të fitojmë dhe të ulemi në front. Edhe rruga e fitores është duke mbajtur syt nga ti. Edhe u lutem që çdo njeri të dalë fitimtar. Lutem që çdo njeri të mos gënjej veten, të mos lejoj as ta mashtrojnë, të mos lejoj as të mashtrohet këtu. Po të jetë serioz me veten, me ty, edhe të ngrerit syt, e të shikoj ty. Edhe kur ti e shikon, edhe syt tanë takohen me njëri tjetrin. Edhe kur ai të shikon ty, ashtu si çdo njeri për nesh të shef ty, ti ndryshon jetën tonë, ti ndriçon fytyrën tonë, Zoti. Edhe Zot, ne këtë duam. Të shohim ty që na transformon nga lavdia në lavdi. Që e transformon këtë kishë dhe e bën të bukur. Edhe u lutem që çdo njeri të marrë vendime të drejta përpara teje, përpara shpëtimtarit të tyre, përpara teje që është shpëtimtari ynë. Në emër të Jezusit do të lutem. Amen.